Por më shumë se 5 shekuj. Shqiptarët ishin një nga popujt më me ndikim brenda perandorisë osmane. Nga komandantët e flotës e vezirët më të fuqishëm, nga sundimtarët e Egjiptit deri te krijuesit e epokave të tëra politike. A dini që në shumë momente ishin pikërisht shqiptarët ata që drejtonin perandorinë më të madhe të kohës. Nëse mendoni se shqiptarët kanë qenë vetëm ushtarë në perandorinë osmane, gaboheni. Më shumë se 40 vezirë të mëdhenj, kryeministrat e perandorisë, kanë qenë shqiptarë. Ky është numri më i madh, se pothuajse se çdo kom tjetër në perandori. Mehmet Pasha Sokollovi, një nga shtetarët më të rëndësishëm të shekullit të 16. Ai ndërtoi urën e famshme të Drimës, organizoi administratën qendrore dhe ishte njeriu i dytë më i pushtetshëm pas sultanit. Por historia nuk mbaron këtu. Në shekullin e 17, perandoria osmane përjetoi një periudhë historianët e quajnë epoka e kopruolëve. Dhe kush ishin koprulët? Një familje shqiptare nga Leskoviku, që për gati 40 vjet kontrolloi qeverinë osmane. Mehmet Koprulu, Azil Ahmet Koprulu, Koprulu Fazli Mustafa, Kara Mustafa Pasha. Ta emra njihet si reformator, komandant të suksesshëm dhe njerëzit që stabilizuan perandorinë në një prej periudhave më të vështira. Shqiptarët përbënin një pjesë të madhe të trupave osmane, por sidomos të jeniçerëve, trupave elitare të perandorisë. Sepse shqiptarët shquheshin për disiplinë, besnikëri dhe tradita luftarake. Komandantët shqiptarë shpesh udhëhiqnin në fushata në Evropë dhe ishin të parët që thirreshin për të shtypur kryengritjen. Edhe në det, shqiptarët lanë gjurmë, kapitenët e Ulqinit dhe të Durrësit. U bën një nga admiralet më të frikshme të mesdheve. E tjetër roli i jashtëzakonshëm ishte administrimi i provincës. Shqiptarët drejtonin disa nga territorët më të rëndësishme osmane: Egjiptin, Sirin, Irakun, Bosnjën, Yemenin. Por figura më e madhe e tyre është padyshim Mehmet Ali Pasha i Egjiptit. Me origjinë shqiptare nga Kosha, ai themeloi Egjiptin modern. Ai reformoi ushtrinë, arsimin, financat dhe industrinë. Shumë historianë thonë, pa Mehmet Ali Pasha, Egjipti nuk do të ishte kur shteti që njohim sot. Shqipëria kishte një pozitë të veçantë edhe brenda vetë territoreve osmane. Dy pashallëqe ishin pothuajse shtet brenda shtetit. Pashallëku i Shkodrës, Bushatllingë, një familje e fuqishme, sundoi veriut për më shumë se një shekull. Pashallëku i Janinës, Ali Pash Tepeleni, një nga figurat më të fuqishme të gjithë Ballkanit. Aq i fuqishëm, dhe perandoria e shikonte si kërcënim dhe u desh një fushatë të tërë ushtarake për ta mposhtur. Ndikimi i shqiptarëve u kufizoi vetëm në armë politike. Ta lanë gjurmë edhe në art, arkitekturë dhe kulturë. Xhamit monumentale në Shkodër, Prizren, Berat dhe madje edhe në Stamboll mbajnë firmën e arkitektëve dhe familjeve shqiptare. Xhamia e Tembeut në Tiranë, ndërtuar nga një familje fuqishme shqiptare, në perandori Toptanët. Shumë historianë pyesin si ka mundësi që një popull i vogël të ketë kaq shumë ndikim në një perandori gjigante. Arsyet janë disa: pozita strategjike. Shqipëria ishte urë mes Evropës dhe Azisë. Aftësitë luftarake, shqiptarët njiheshin për trimëri dhe qëndrueshmëri. Besnikëria. Sultanët i vlerësonin shqiptarët si njerëz të besës. Integrimi i hershëm, shumë shqiptar,
në elitën osmane që fëmijë. Përmes sistemit të devshim nërmës. Këto element bën që shqiptarët të ngjiteshin në pozitat më të larta të shtetit. Pavarësisht marrëdhënies së komplikuar historike mes shqiptarëve dhe perandorisë osmane, një gjë është e sigurt. Shqiptarët ishin ndër popujt me ndikim në perandorinë më të madhe të epokës